shqiptare ka dy momente. Momenti i parë është që të gjithë e pranojnë brenda kampit Partisë Demokratike që Partia Demokratike ndodhet në një situatë vështirë. Edhe ky është fakt. Fakti i dytë është që të gjithë e pranojnë, por nuk e thonë, një pjesë e thonë që Partia Demokratike me Sali Berishën kryetar partie nuk vjen dot në pushtet. Po edhe ky është fakt sepse ai është në grada. Të gjithë mundohen dhe vinë vërdall për të zgjidhur situatën, por askush nuk thotë vërtetën. Askush nuk shkon te e vërteta. Të gjithë përpiqen të japin ide, por askush nuk jep iden gjeniale, gjën e dur, të thotë, zotri, nëse neve nuk arrim të vendosim një marrëdhënie politike me Shtetet Bashkuara të Amerikës, kjo forcë politike nuk vjen në qeverisi. Dhe të gjithë kërkojnë që të rinovohet, reformohet Partia Demokratike. Të gjithë hedhin ide, të gjithë e pranojnë që duhet hapur. Por ndërkohë nuk lëshojnë rrugë. Ndërkohë nuk i japin hapësirë mendimeve ndryshe. Nuk i japin hapësirë ides që partia të jetë më e hapur, që partia të rinovohet totalisht. Ai takim që bëri Ervin Saliani në Durrës tha disa të vërteta të mëdha. Që Partia Demokratike, e vërteta më e madhe kryesore është që Partia Demokratike është një minier ari për emrat edhe individët që ka brenda, por thjesht nuk gërmohet të nxjerrë ata në sipërfaqe.